Unë jam doktoresh Martina Qobo, mjeke nutricioniste dhe okuliste. Dhe këtu do të mësoni të vërtetat rreth ushqimit dhe shëndetit tuaj, gjithashtu se si të kujdeseni për syt dhe shikimin tuaj. Në rast se qëllimi yt është dobësimi për të pasur gati trupin veror, mendoj që dieta më e mirë që mund të bësh tani, meqense sapo kemi hyrë në prill, është dieta ketogjenike. Dieta keto është një dietë në të cilën ti nuk duhet të konsumosh karbohidrate gjatë jetës tënde. Normalisht, marrjet ditore duhet të orientohen drejt perimeve, sallatave, proteinave të moderuara dhe prezencës së yndyrës së shëndetshme në sasi më të lartë. Dieta keto bazohet në disa parime ku yndyrnat duhet të jenë të paktën 50-60% deri në 70% të sasisë ditore të kalorive tuaja, proteina duhet të jenë 20 deri në 30%, ndërkohë që karbohidratet gjithmonë duhet të jenë më pak se 10%. Dieta keto ka versione nga më të ndryshmet, ajo e cila unë ju sugjeroj që është dieta më e mirë dhe më e shëndetshme, është keto mesdhetare me një përqindje yndyre 55-60%, proteina 30% dhe 10% të karbohidrateve. Dieta keto e kalon trupin në gjendjen e ketozës, ku trupi nuk përdor më glukozën, pra monedën energjetike që vjen nga karbohidratet si energji për të funksionuar, por djeg rezervat e veta dhjamore si burim energjetik. Disa organe të trupit funksionojnë më mirë përmes ketoneve, duke përmendur këtu trurin në rast të parë dhe muskujt, në të cilët në rast se ju keni rezistencë insuline, probleme me mbipeshën, obezitetit, probleme me yndyrnat në gjak, dieta ketogjenike do ju ndihmojë jashtëzakonisht shumë për të rimokëmbur dhe për të përmirësuar shëndetin tuaj. Si ka nisur? Dieta keto është shpikur në fakt nga disa mjek neurolog për të trajtuar epilepsinë dhe sëmundje neurologjike si Alzheimeri apo dhe migrena. U pa tek pacientët e tyre që posuan një rënje të ndjeshme të peshës, sidomos të masës dhjamore, dhe që ato kohë, pra rreth viteve 70, dieta keto është përdorur edhe për qëllime të rënjes së peshës nga ne nutricionistët në gjithë botën. Sa gjatë mund të mbahet kjo dietë? Dieta keto, nëse është për qëllim medikal, për shembull, unë ndjek shumë pacient fëmijë të cilët vuajnë nga epilepsia dhe krahas mjekimeve nuk arrin dot që t'i menaxhojnë mirë krizat konvulsive, dhe në këtë rast unë sugjeroj keton që të jetë një stil jetese, ose në njerëz që vuajnë nga Alzheimeri, migrena, sëmundje të ndryshme të sistemit kognitiv, dieta keto mund të jetë edhe stil jetese, pra të mbahet afatgjatë duke u kujdesur për disa marrje suplementesh për të rimokëmbur mungesat e karbohidrateve. Ndërkohë, në rast se qëllimi juaj është dobësimi, dieta keto për 2-3 muaj do ju ndihmojë jashtëzakonisht shumë për t'i dhënë një boost metabolizmit tuaj dhe për të rënë shpejt nga pesha. Sidomos në muajin e parë, ku dihet që të parat që mbasin janë ujërat, masa ujore, që nuk është gjë tjetër veç se glikogjeni, i cili ndodhet i depozituar në muskujt tuaj si një formë tjetër energjetike. Glikogjeni krahas monedës energjetike përmban dhe ujë, dhe në momentin kur ne mbajmë një dietë, sigurisht të parat që çirohen janë ato. Dhe muajin e parë, rënja e peshës mund të jetë 5-6 kg, ndoshta edhe më shumë, sidomos tek meshkujt apo tek njerëzit që kanë më shumë muskulaturë, sepse aty ruhet uji dhe glikogjeni, por një ritëm normal i rënjes më tej në dietën ketogjenike do të ishte rreth 0.5 deri në 1 kg në javë, pra me një total 4 kg në muaj. Sidomos muajt e parë për individët që janë shumë mbi peshë apo obez, ju ndihmon për një rënje të menjëhershme të peshës. Ndaj, meqense jemi në muajin e prillit, unë do ju sugjeroja që të paktën 2 muaj tani të bëni dietën ketogjenike për të rënë shpejt masën ujore, për të nisur tretja e dhjamit të trupit tuaj. Të gjitha rezervat dhjamore që mund të keni, qoftë të dhjamit të nënlëkurës, siç mund të jetë ai i barkut, apo të dhjamit të thellë midis organeve që është dhjami visceral. Provoni ketën për 2 muaj. Çfarë do ju sugjeroja nga ana e suplementeve? Sidomos muajin e parë,
ku është edhe ajo humbja më e madhe e masës ujore, do ju sugjeroja të keni një fokus të veçantë tek elektrolitët. Mund të merrni një suplement me elektrolit ose të përgatisni një pije të tillë që unë e kam postuar edhe në Instagram pak më përpara në kushte shtëpie. Të keni një vëmendje të theksuar ndaj magneziumit, mund të merrni llojin që përshtatet, ai që unë do ju sugjeroja më mirë do të ishte magnezium glicinat, forma më e përfitshme dhe më e mira për qëllimin e dobësimit që ne kemi. Dhe në rast se do të keni probleme me daljen jashtë, tek disa njerëz nga shifti metabolik ku kalohet nga tretja e glukozës në atë të yndyrnave tashmë, mund të përjetohet një ngadalësim i tranzitit dhe sigurisht nga mungesa e fibrave që burimi kryesor i tyre janë dritherat. Kështu që mund të shtoni një suplement me psilium, pra fibra të jashtme, ose mund të provoni metoda të tjera për të stimuluar pak më shumë tranzitin intestinal, vetëm në rast se keni probleme të tilla me tretjen.